për zgjedhje. Unë e shoh problem që aty kemi ngecur. Tek pozita e kryeparlamentarit kemi ngecur. Për atë kemi ngecur aty, mendoj se opozita ka bërë të qartë se në rast të një kandidati tjetër është përmendur zonja Bogojevci, pastaj edhe Selimi, në qoftë se këto dyja, njëra nga këto dyja do propozohet, të paktën do të kenë votat e Aleancës për Paramërinë e Kosovës, të cilat do të jenë të mjaftueshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Po për ty Diri? Tash emra pa ludohen. Kemi edhe Dimajl Bashën si emën konkret. Sipas juve, kush do të mund të ishte? Unë po besoj për vetëm Agilaukun Njufcës asnjë tjetër nuk do të mund të merrte. Se e shihni kështu? Një 4 vjeçar si kryetari i parlamentit, një punë shkëlqyeshme që ka bë, një njeri i cili është shumë bashkëpunues me partitë e tjera, nuk është përçarës, nuk e kemi një asnjëherë të ofendu kundërshtarët e tij politik, po besoj që gjitha këto bashk e bojnë si një njeri unifikues, edhe pse roli kryeparlamentarit nuk është unifikues, po ai në një farë mënyrë do të ishte një person i cili do të pranohej pak më shumë nga të tjerët. Në një farë mënyrë do t'ja lënte pak rrugën hap partive tjera që në garën për Prishtinën të merrshin frymë më lirshëm. Zotri Veriu, kështu derisa flasim për konstituimin e kuvendit, kryeministri në detyrë Kurti vazhdimisht është këtu në heshtje edhe para gazetarëve kur pyetet rreth punimeve të seancës, pra sa i përket kuvendit. Nuk ka një mungesë transparence, ndërkaq na intereson kështu çka nëse na ndodh një befasi kështu edhe ndodh një koalicion vetëvendosje PDK. Shihni si të mundur? Po gjatë periudhës së verës është ardhja për afrimin këtyre dy forca politike. Kemi parë se edhe futboll kanë luajtur bashkë, përveç tjerash. Jo, futboll kanë qenë duke luajtur në Politikov, dhe ata e kemi pasur kështu me short i bie. Ka pasur edhe takime mes tyre. Se kanë qenë organizatore në atë emision edhe e di fare mirë, nuk është se ata e kanë bërë një tërmet për bashkët për lojë. Sikur kemi qenë të bitur se do të kemi një marrëveshje në mes të këtyre dy subjekteve politike, mirëpo ka pasur brenda Partisë Demokratike zëra që një koalicion me lëvizje vetëvendosje nuk e kanë dëshiruar dhe nuk e dëshirojnë asën. Mund të them në një nga kryetarët, zoti Enver Hoxha është më kategorik kundër një koalicioni me lëvizjen në vetëvendosje. Për mos përmend emra të tjerë. Një koalicion në mes të dy forcave mendoj se për momentin do të ishte